Në një kohë kur çmimet e naftës në vend po rriten përsëri si pasojë e krizës ndërkombëtare dhe tensioneve në lindjen e mesme, qeveria ka vendosur të heqë mbështetjen me naftë falas për fermerët. Kjo masë, e cila ishte në fuqi prej janarit të vitit 2021 dhe konsiderohej një lehtësim për kostot e prodhimit, nuk është më pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes për vitin 2026. Vendimi për të mbyllur skemën e naftës pa taksa vjen si një lajm i rënd për sektorin bujqësor, i cili po përballet me sfida të shumta. Në skemën e re të 2026-s, nafta nuk figuron më si masë mbështetjeje financiare, duke detyruar fermerët ta blejnë karburantin për punimet e tokës me çmim tregu. Ky vendim pritet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e kostove të prodhimit për kulturat bujqësore, çka mund të reflektohet më tej në çmimet e produkteve për konsumatorin final. Për më tepër, heqja e këtij subvencioni do të thotë një tjetër faturë për fermerët e mesëm, duke e vështirësuar edhe më shumë konkurrueshmërinë e produkteve vendase në treg.